Janë pushtet vetëm nuk e ka asnjë arsye pse më shkon zgjedhje. Edhe pas pas zgjedhje nëse marrin, ata nuk mundën me i arrit të deputet. Kështu që unë nuk e shoh pse lëvizja vetëvendosje do t'i konvenonte me shkuën zgjedhje. Tash apo bën mjaftueshëm, ka interpretime të ndryshme, unë mendoj që ende kemi kohë të mjaftueshme, sepse janë edhe 2 javë dhe zgjedhja e presidentit nuk është procedurë që zgjat shumë. Zgjedhja e presidentit mund të bëhet për 2 orë. Nëse ka vullnet politik, nga ta treguan edhe në kaluar që nuk arritën të marrësh vesh. Pra, ka kaluar një kohë gjatë edhe nga çështja e gjykimit, ka kaluar më shumë se gjysma e atyre ditëve para, apo jo? Tash shoqë, kjo sa më shumë që i ofrohen atij skadencës se kohës për zgjedhjen e presidentit, sigurisht që presioni është më i madh edhe në partitë politike dhe unë mundam me marrë në mend që në këtë kartë janë duke luajtur edhe partitë politike. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dyshoj shumë se do të arrijë që të futet në parlament, nëse shkojmë zgjedhje dhe nëse ajo dele vetme në zgjedhje, kështu që ajo mundet me qenë humbësja më e madhe e një procesi të ri zgjedhor. Dhe këtë e keni për shkak të qëndrimeve të saj apo? Edhe për shkak të qëndrimeve, edhe shtrati i votuesve të asaj partie është duke u shterur. Ajo është një parti regionale, e cila nuk po arrin më rikoperue, edhe gjuha, edhe qasja, edhe qëndrimet e udhëheqësisë së asaj partie mendoj që janë irrituese për opinionin publik në Kosovë dhe kemi pasur që ajo parti vazhdimisht me në mënyrë është një farë në progresion drejt eskalimi i gjuhës së asaj partie me rrëmjen e numrit të votuesve. Te Lidhja Demokratike unë po e shoh që ka vazhdimisht debate, ka vazhdimisht për një rikthim të mundshëm të zonjës Osmani në Lidhjen Demokratike. Unë nuk besoj që rikthimi i saj do të prodhon farë sinergji pozitive. Dhe konsideroni të vështirë rikthimin e saj, marrë parasysh që ka zëra aty brenda kundër Osmanit apo jo? Tu deshta edhe mund dalë, sepse mos të harrojmë zonja Osmani vitin 2021 kur ka ndruan e ka dëmtuar të mos madhe Lidhjen Demokratike. Okej, atër ka qenë një farë momentumi kogja problematik, por se ka plot njerëz në Lidhjen Demokratike të cilët janë strukturat në alta, të cilët atë lëvizjet saj e konsiderojnë si tradhti të asaj kohe dhe nuk do t'ja falin as lehtë. Kështu që katapultimi i saj edhe një herë në strukturat larta të Lidhjes Demokratike nuk mendoj që do të prodhojnë stabilitet. Unë e shoh përkundrazi dhe mendoj që një situatë e tilla dhe mund të çonte deri te çarit e mëdha brenda asaj partie. Po dhe mos me qenë ajo, nuk mendoj çfarë si sjell zonja Osmani, ajo vetëm po riciklohet prej një parti tjetër, sigurisht. Megjithatë konsideroni që ka ende fuqi politike përkundër që ndoshta ky dekreti pak ja edhe kundi popularitetin e saj, apo se? Po, dekreti, po edhe më herët pe asaj intervistës saj të famshme për një televizion shqiptar, e vazhdimisht me intervista ajo vetë se një farë mënyre e ka arsyetuar edhe më shumë vendimin e Zotit Kurti për mos ta kandiduar sepse ka bo gabime të pa në kontinuitet. Kështu që nuk e shoh më si një pretendent serioz për të qenë vendimtar në skenën politike në Kosovë dhe se rezultati i saj nuk mendoj që zonja Osmani pa marrë parasysh nëse do të jetë pjesë direkte e Lidhjes Demokratike apo nëse përmes një liste të saj do të jetë brenda Lidhjes Demokratike, nuk besoj që do ta bëjë ndryshimin, derisa nëse ajo vendos që të garojë vetme, unë jam i sigurt që ajo nuk do ta kaloj pragun, sepse është edhe kohë e shkurtë dhe mungojnë në mënyrë për formimin e listës një partie e cila garon vetëm duhen resurset mëdha dhe materiale dhe njerëzore etj të cilat zonja Osmani nuk i ka.